ndërkohë që për Universitetin Publik Tiranës fondet janë qesharake, mos flasim këtu për universitetet e rretheve që për fat keq sa i përket numrit të studentëve dhe cilësisë janë kthyer në ato kioska ku mjaftot përmendim që në Elbasan na dilte dosje që me një thes patate merren një notë kaluese dhe është dramatike për atë që po flasim. Ndërkohë që dritë tan ne kemi studentë ekselent në universitetet e Evropës, pra çdo vit nga shkollat tona të mesme dalin studentë që ikin në universitetet më të mira të Evropës edhe shkëlqen. Pra tregoj që problemi është tek sistemi këtu dhe sistemin e kanë dorë njerëzit. Por ato shqetësime që janë për krimin organizuar për hir të vërtetës janë shqetësime që ne i kemi artikuluar të paktën në këtë studio të paktën në 5 vitet e fundit. Pra të njëjta shqetësime që ne themi çdo ditë, infiltrimi i krimit organizuar në politikë ka sjell deformimin fillimisht të këshillave bashkiak, ka sjell deformimin pasaj të disa bashkive në zona të ndryshme të vendit, kanë parasysh Shkruvja, ndoshta Lezhë, ndoshta Malësinë e Madhe apo disa bashki periferike, ndërkohë që ne tani kemi kaluar në stadium kur jemi në parlament. Dhe deputetët më të votuar në parlament, nëse dikur ishin figura kyçe, të cilët kishin një background, kishin një profil politik të mirëfillt apo kishin një karrierë të cilët spikasin, sot ne kemi disa njerëz anonim që janë në dy kampe. Një që vin nga administrata me një numër rekord votash, kryesisht është ai tipari dalluesi i qarkut të Thierit. Pastaj tjetër kemi prurje nga Durrësi dhe nga Elbasani, dy qytete që për hir të vërtetës prevalojnë në skajë ECC sa i përket zhvillimeve dinamike të krimit që i kemi aty në parlament. Dhe përtej kësaj i kemi edhe si figura që promovohen dhe de facto janë kthyer në imazhin e Partisë Socialiste. Dhe pastaj vinë në ato rrethana kur një deputete që vendoset që distancohet nga ky model, në vend që ti kërkoj llogari partia thjesht e liçon, për llogarinë reale ja kërkon krimi organizuar. Tani pse ja kërkon krimi? Ne kemi qenë vetë kur në 2023 kemi parë se si nga forca kryesore e opozitës, Partia Demokratike, janë denoncuar eskortat, pjesë e një grupi kriminal të përfshirë direkt në zgjedhje. Kemi lexuar dhe dosje që shohim se si ish deputet Partisë Socialiste janë trajtuar si bedel, që jepeshin urdhra, shkon takimet e beqat, thuaj këtë, bëj këtë, pa dashur të kaloj pasaj në ato termat fyes dhe denigrues që nuk janë etike që ne ti përmendim. Por këto janë treguesi këtij modeli dhe kush e solli këtë model? A mban kush përgjegjësi për këtë model? A është ky model që sot i kanë nxjerrë ato shqiptarët në rrugë? A është ky model që ka sjellë rënimin ekonomik që edhe sot raporti i Eurostat të thotë që shqiptarët çmimet e ushqimeve i blejnë më shumë se sa mesatarja e Bashkimit Evropian, ndërkohë që pagat i kanë sa gjysma mesatarës së Bashkimit Evropian. Pra është një rënim ekonomik në të gjitha dimensionet. Tani jemi në kushtet kur ka një reagim qytetar për fat mirë. Ka një reagim që vijon prej 18 ditësh, nuk e kishim hasur, është një reagim që meriton të vlerësohet, gjithashtu meriton të vlerësohen dhe ato njerëz që përgjatë këtyre 13 viteve kanë vendosur që të qëndrojnë përballë kësaj opozite, se në fund ditës unë shkoj pjesën ndërmuese të protestave dhe nuk është se kemi një artikulim të ri në raport me artikulime që janë bërë ndër vite, qoftë spektrin opozitar, argumentet e opozitës. Argumentet e opozitës dhe përgjithsisht argumente që ne i kemi trajtuar edhe me më shumë dhe i kemi dënuar edhe me forcë këtë panel. Ndërkohë, Xhaferi, kam nevojë për një përkthim nga ana juaj për atë që ka ndodhur në Bruksel, se festuan qytetarët, por nxitoi edhe kryeministrit hapte shampanjën e zakonshme ose Romane Konti. Ça hap këto ditë? Ka hapur, nuk e di sa koli verësh ka hapur që kur ka nisur bisedimet e tij me Bashkimin Evropian, por akoma s'kemi pirë atë gotën e fundit që është antarësimi. Bashkimi Evropian ka rritur shqetësimet për Shqipërinë, ku normalisht ndahet në disa kategori. E para janë zgjedhjet, të cilat deklarohen që nuk kanë qenë as pak barabarta, ku qeveria ka përdorur financat dhe buxhetin për të fituar ato zgjedhje, ku janë shantazhuar votuesit, ku është përdorur administrata dhe ku është përdorur gjithçka tjetër, prapë si thush ato denoncimet tona.